Mirëmëngjes miq. Sot koha është e vretur, po unë ajka kemi dalë. Shpresoj që dhe uroj njëkohësisht që të gjithë jeni mirë. Po e bëj këtë video për të sinjalizuar që kam ndërmend të përgatis një video për masonerinë. Masoneria është me konotacion negativ të jashtëzakonshëm, ndoshta edhe me drejt në ditët e sotme. Çdo figurë, çdo personazh, çdo si thuaç VIP që lidhet në masonerinë menjëherë shikohet me konotacion negativ, dhe unë nuk kam ndërmend në video që do përgatis që të rehabilitoj masonerinë, sepse për faktin e thjeshtë sepse nuk kam unë kapacitetet dhe aftësitë e duhura për të rehabilituar persona, personazhe apo lëvizje të tilla. Por në fakt në videon që do përgatis kam ndërmend vetëm të trajtoj origjinën e saj, e cila në bazë të asaj që unë kam parë dhe materialet që kam gërvolluar më rezulton që nuk i ka fillimet e saj me krijimin e lozës së parë masoni skoceze. Loza e parë masonike është krijuar në Skoci, ta dini këtë për ata që se din, në mos gaboj 1717 nga templar që arritën të arratiseshin nga Franca mbas fushatës që shpërtheu kundër tyre mbreti i Francës i quajtur Filipi i Bukur, në bashkëpunim me Kishën Katolike natyrisht, sepse templarët ishin bërë shumë të fuqishëm, ishin bërë të pavarur nga Kisha, nuk ishin më krahu i armatosur i Kishës, po ishin një organizatë shumë e fuqishme ekonomike dhe ushtarake. Pavarësia ekonomike ka të bëjë gjithmonë me pavarësinë e organizatës, por sikur se ndodhet edhe ke individi, një individ që ka pavarësi ekonomike, pastaj ndihet i pavarur, ndihet i lirë, për gjithmonë nëse kjo pavarësi është ekonomike, nuk është e varur nga të tjerë. Pra, kam ndërmend që të trajtoj origjinën e saj. Disa e çojnë si thash ke loza e parë skoceze, disa e çojnë më tej tek templarët. Të dy palët kanë të drejtë, por ndoshta nuk janë të saktë. Kanë të drejtë në kuptimin që janë pjesë e masonerisë, janë në rrugën e masonerisë, jo në origjinën e saj. Por origjina e saj mund të jetë shumë më e lashtë. Dhe nuk dua të zbuloj çfarë do trajtohet, por do trajtohet thash origjina e saj, që kur janë shenjat e para të masonerisë. Dhe po ju them vetëm këtë, që ke përmasat e arkës së Noës, rreth 135 metra gjatësi, rreth 20 metra gjerësi dhe rreth 13 metra lartësi, këto janë të theksuara në Bibël, kemi të bëjmë me shifrat sakta që lidhen me masonerinë. Doja shpjegoj në video raportet midis tyre etj. Natyrisht që është në të drejtën e tij çdo besimtar që të thotë që po normale që ato të jenë sakta dhe si të thuash përshkruen dhe pse janë të sakta në video që do bëj, sepse Zoti i dinte të gjitha. Nuk e kundërshtoj fare. Fare. Kam thënë që secili ka mendimin e tij dhe unë nuk marr përsipër si thua të sulmoj apo të kundërshtoj mendimet e tjerëve. Thjesht unë mendoj ndryshe, edhe kaq ju mendoni ndryshe, flas për ata që mendojnë ashtu, dhe asnjë gjë të keqe. Secili ka mendimin e tij, nuk kemi pse ti përvishe me njëri tjetrit. Unë kam të drejtë, ti ke gabim. Kështu që miq, e theksoj që do jetë një këndvështrim që e shtyn origjinën e masonerisë shumë më thellë nga templarët. Në video do të trajtoj edhe shndërrimin e templarëve në një organizatë të tillë kaq të fuqishme, do të thënë nga një krah i armatosur i Kishës që shkonte dhe merrte pjesë në luftrat e quajtura të shenjta për vende të shenjta etj. Kundër pjesës tjetër islamike, kthimin e tyre në një organizatë kaq të fuqishme, kush pati influencë në këtë kthim? Cili kundërshtar i tyre, apo cila
cili grupim apo cila, si thuash, organizat islame ndikoi kaq fuqishëm në transformimin e templarëve në një organizat kaq fuqishme. Kështu që e theksoj që thjesht është një këndvështrim për origjinën e tyre, jo për të ndarë janë të mira, janë të këqij, jo për konotacionin negativ që ekziston tash. Kështu që nuk kundërshtoj konotacionin negativ që kundërshton tash, por mirë është të dim diçka më shumë nga ajo që na thuhet zyrtarisht, nga besimet fetare, nga fetë e tjera. Nuk humbasim gjë, po të mësojmë diçka tjetër, pastaj gjithkush zgjedhet i bën vetë. Kështu që miq, ju përshëndes bashkë me Ajkën. Ajka, shifin çik sa miq që kemi këtu. Shifin çik, një pjesë e tyre nuk i duan qenë, po s'kemi që bëjmë. Secili ka dëshirat e veta. Miq, ju uroj një ditë të këndshme, një ditë shumë të bukur dhe shihemi së shpejti në këtë video të re me temën Origjina e masonerisë. Kalofshi mirë.